asaj se çfarë lidhje ke ti me individin është diskutim tjetër. Po institucioni është Edhe në për institucionin, edhe opozita për institucionin e ngre kauzën. Po të kisha hallin institucionit, nuk do thoje që doli po opozita nxori vetëm një letër sot. Sot kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka mbajtur një konferencë 40 minuta ku ka rreshtuar 7 arsye për cilën opozita në drejtën e saj, në analizën e saj, në vlerësimin e saj beson se presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën. Dhe pika për cilën debatuam ne të dy bashkë, dashurinë është pika 7, nuk është e para. Fillojmë nga e para. E para kush ka qenë? E para thotë që për Partinë Demokratike caktimi i zgjedhjes në Tiranë është në kundërshtim me kushtetutën. Sot minimalisht, me që je jurist dhe ke qenë dikur pjesë e Partisë Demokratike, ti duhet ta dish që denoncimi që ka bërë zoti Gazmend Bardhi është i faktuar. Nga kush? Nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Sot ka një vendim të gjykatës kushtetuese që caktimin e datës së zgjedhjeve në Tiranë e ka cilësuar të pajustifikuar dhe të pabazuar në ligj. Dhe që me shumë gjas, nëse këtu kemi gjykatë kushtetuese, po pra është pezulluar efektet. Emocion edhe një herë. Ka pezulluar efektet pra. Ta thash për pezulluar. Do vendosen në një moment tjetër. Sepse në një moment tjetër gjykata kushtetuese. Ndalemi të pak tek pretendimet e para. Zoti Koka. Dhe tha që pezullimi është kërkesa për pezullim është e drejtë, sepse vendimi i presidentit të Republikës për caktuar zgjedhje kushtetuese, është antikushtetuese. Edhe për mua, dekretimi i datës Tiranës është gabim. Është në kundërshtim me ligjin. Po, kemi diskutuar në këtë studio. Ti ndrit si jurist ka marrë në kushet që nuk është bazuar në kushtetutën. Po kaq mjafton pra. Po mjafton jo për të kërkuar shkarkimin e një presidenti. Si ndrit si jurist, si avokat. Po nuk është mendim gjykatës. Një moment. E habitshme është që mendimi jot pajtohet dhe me ato të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në këtë momente po s'ka rëndësi. Po zotri, po ta them tjetër. Çdo rregull ka përjashtimet e veta. Tani, gjykata kushtetuese do flasim për pyetjen që na bëri zoti gazetar. Tha, çfarë ka denoncuar sot? Ne të dy debatuam për atë pikën e cilën ti mendon që s'ka drejt. Ndërkohë që këtu ka ca pika shumë të rëndësishme. Për cilat pika mendoni se ka drejt zoti Koka? Për gjitha, për mua për absolutisht. Për 7 pikat mendoni që janë shkelje. Gjë më e parë, pika e parë, të cilën me zgjuarsi grupi parlamentar ka vendosur në krye të artikulimit sot, kush është që caktimi i zgjedhjeve në Tiranë është bërë në kundërshtim me kushtetutën. Dhe vendimi për pezullimin e zgjedhjeve të pjesëme në Tiranë i cilësuar si antikushtetues nga gjykata kushtetuese që është garanti i ligjit themeltar të shtetit, është treguesi i asaj që Partia Demokratike me drejt pretendon për institucionin e Presidentit të Republikës, nuk po merre me emrin. Për këtë do flasim pak neve? Që këtu, a duhet të shkarkohet ky president? Apo duhet të presim që ky të bëjë një çmenduri tjetër? Sepse ky njeriu e di fare mirë që ka urdhëruar Edi Rama për të caktuar zgjedhjet ashtu siç i caktoi dhe për të shkarkuar Erion Velien që me shumë gjas edhe ai vendim dorëzohet. Nëse gjykata kushtetuese e ruan të njëjtin kut që ndoqi me vendimin për pezullimin e zgjedhjeve të Tiranës. Nëse është e njëjta logjikë juridike dhe po e themi kot edhe mos ndërhyrje politike. Pra do shkojmë ke e njëjta gjë. Për këtë gjë me që po flasim. Por, a mjaftojnë këto zoti Koka për të kërkuar shkarkimin e presidentit? Fali sekond. Pyetje, unë pyes. Jo, shumë mirë. Edhe si qytetar, po edhe si gazetar. Mjafton një shkelje kushtetuese, presidenti jo vetëm shkarkohet, por ka rrezik shkojë edhe në burg, një vend normal. E kupton sepse presidenti shkelje cënimi cënimi i kushtetutës është akt i thyrjes së rënd, por minimalisht duhet të shkarkohet në një vend normal, bëhet impeachmenti, po pikërisht pra sepse këta kanë bërë. Për çfarë bëri ai e di fare mirë. Se ai di fare mirë çka ka bërë dhe ai doli intervistë më një herë mbasi bëri vendimin e tha unë këtë vendim se kam marrën, po kështu më tha Ilir Osmali. Nuk e tha me emër, po gjithë e dinë që mbrapa vendimit Presidenti i Republikës e them këtë emër për shkak se ky emër pastaj na del në një moment tjetër që është bërë denoncim sot nga Partia Demokratike. Më thanë kështu më thanë juristët, tha që ky është kushtetues, i jepi drejtim, na firmosi çik. Sepse ne këtu jo vetëm që kemi drejtora, bedela që firmosin për hir të ministrave apo zëvendësministra, por ne këtu kemi arritur të kemi edhe një president bedel që firmos për llogarit kryeministrit. Dhe unë mendoj që kjo është shumë e rrezikshme. Tani, a mund t'i rreshtoj të 7 pikat shkurtimisht? Okej, se do ndalemi te cila pikë, po ndalemi tek pjesa e parë. Kjo pika i ka faktet me që kamera Kindriti, i ka aty. Do flasim çik këto bashkë me ish zotin deputet dhe patjetër. Kaq kisha. Dgjoj. Tani unë gjithmonë
mundohë, edhe kur kam qenë paktën deputet, kam qenë gjithmonë i kujdesshëm në artikulimin e akuzave. Se gjë më thjesht që mund të bësh, sot thuash hajdut, ky këtu i korruptuar, ky ashtu e kështu. Pastaj nuk i njëri. Edhe ju mendoni që është nxituar opozita në kërkesën për nisjen e iniciativës për ta shkarkuar? Jo. Të lutem, nuk them që është, jo një minutë. Unë nuk them që është nxituar. Absolutisht. Është drejt opozitës. Është normale, më thënë. Është politikë. Por nuk mund të sillet dot opozita si majorancë kur nuk e kupton se ku shkon gjëja. Politikisht ato kanë drejtë sepse rrejnë problemin e gjitha gjërat. Por ajo që tha Indriti, që është shumë e rëndësishme, por shumë e rëndësishme, ndoshta ato dhe i kanë, e hodhën sot sa për të kuptuar si të vejnë gjëra, opinioni, shoqëria, të gjërat e kuptojnë. Dhe ajo që tha Indriti, fillon ieri shkresë zyrtare presidentit të Republikës. M'jep një... Si ke marrë këto lekë? Si ke marrë këto lekë? Ka institucionit presidentit. Pastaj, se qysh e bën presidentit... Përgjigjen pëse puna ti? A Gjibademi që ishe kjo, nuk po bën reklama, klinika mjekësore, sa shumë, sa që dite, që muaj, që viti, para se të merrte funksionin e presidentit, apo masë... Në fakt e ka deklaruar... Pra, janë një varg pikpyetjesh të cilët do duhet që të sqarohen, dhe momentin që këto... Po nëse vërtetohet, zoti Sula, që pas ka bërë edhe këtë punën tjetër, qoftë edhe mjek, se ju thatë human, por... Ose që ka marrë lekët pa shku. Ajo është... Po pra, thash edhe këtë tjetër. Është logjika. Nga do të ardullosh... Nuk do të marrja si të ardhur tjetër, tani çati themi. Thot këtë që të por sot në këtë pikë, më mirë është ta keq opozita apo apo të jetë në shkel kushtetues presidenti. Kush është më rëndësishëm? Më mirë keq opozita valla. Më mirë keq opozita. Absolutisht, zyrtare po, në spetemi. Prandaj ne duhet ta vëmë që presidenti i Republikës. Por mua dëgjoj. Kjo është shqetësimi dhe replika që po bëja me ty. Tash prit vllati, mos i bëjmë gjyqin opozitës. Opozita ka ca dhëna dhe i publikoj. Në rastin më të keq e ka gabim. Po në rastin më të keq akoma dhe më të tmerrshëm, po pikërisht apo këtë do të thotë. Po këtë, më fal. Dhe kjo ishte prapë se me nuk duhet ta akuzojmë një institucion. Dodi koka. Un kam patur fatin të jem. Rritë pretendimin vëlla. 1 2 3 4 për opozitën këto gjëra. Në gjë më kujdes. Un kam patur fatin të jem deputet edhe në majorancën tonë, edhe në opozitën tonë tani dhe majorancën e Partisë Socialiste. Po ta them, ndoshta nga ngel edhe si punë, nuk e di, sheringe, të thosh vaksine, nga qenit prokuror që s'flas para kohë. Para po e përsëris. Përveç në stadium. Kush e ka me me Padogan, kush si politik të bosh. Përveç në stadium. Politik të bosh. Bëj politik. Po të drejtosh gishin ndaj një personi, kushdo qoftë, kushdo që edhe një qytetar i thjesht, vllajin, motrën, tegja, e thosh ashtu, në shumë rënd. Unë jam për këtë. Ndiq rrugën më të mirë, më të qetë, gërmullo faktet, gërmullo provat, dhe kur ta kesh në fund pastaj qiti ujtë i zi. Qiti ujtë i zi. Por jo të hedhë. Po se kanë sharë, mor burr. Kur i thonë që caktimi i zgjedhjeve do të janë kundërshtim kushtetues. Se më vjen në turp se ka ditë doktori sot. Pas nuk i thuat tjetër tash idiot. Ata idiot, i thot drejtuesi Spaku idiot, tha sot në konferencë shtypi doktori. Nuk flitet kështu. Flitë pra, në gjë për temë. Doktori. Pas ka thënë këtë doktori. Okej. Nuk shko. Pa pranueshme kjo sjellje. Okej, se është një... Po ta shaj pra edhe në televizor tash nga gruaja pra. Kjo logjika, po nuk ka tani. Pritet pra herë tani. Po pritet se jemi, tani, s'kam gjunë një ta shaj sa Liberikshën. Jo më s'kam gjunë. S'kam gjunë. Asa institucionet. Jo. Në i kokër idioti ka ke majoranca, që e thot, por të gjithë ka një farë respekti, tregoj një kulturë, tregoj një edukatë, gjithë gjana. Fjalët e fyre, po fyre. Politikën shqiptare se kemi pak do sjellje. Ti gruas kimi hatë që thuhet tash, po çfarë po flasim më burr? Por miku im. Tani ora zoti më, po mirë, tani e thot tjetri, edhe ky tjetri e thot. Unë s'kam thonë vllati, për 20 vjet politik. Pra asnjëri. Ai s'ka kashu. Edhe se them, se s'ka më të lloj edukate. Që gruaja jote vllai jot. Nuk e kam të mbesa jote ka. Po, jo më ka thonë kështu. Që ke turp që ti ke marr grun se të kanë bërë kështu apo. Tash mos mplasim kështu gjëra tani tjetri. Është turp. Okej, mos tani nga tema. Turp. Nuk bëhet kështu, nuk bëhet. Pse? Sepse i dhem shpirtin shumë për veten e tyre. Mos dhem shpirtin për veten time. Mu dhem për qytetar, për gjëra të tjera. Unë jam për etikën tash. Ajo, për etikën, shumë etikë, duhet etikën. Që ta dish. Sepse nuk është hall. tani pret pasaj dhunë familje, fëmijët
se ti je tifoz i Milanit si puna ime. Kur Ronaldo, kur Messi, pse merret si ambasador të paqes ato? Se merret gjithë si pikë referimi për rinin, për fëmijët, për gjithë gjëra. Pa kur del kryeministri, kur del presidenti, kur del deputeti, kur del ministri, thot fjalën rrugaçit, si rrugë tash, që nuk jeni habitat e rrugaçit. Pastaj je aty. Unë kështu shikoj. Kështu shikoj. Është halli më i vogël që ne kemi. Halli më i vogël, nga ty fillon gjëja. Nga ty fillon gjëja. Po theme ti themi temën se kaluam te etika, kaluam te jo, kjo është tema, pra. Jo jemi tema këtu. Që edhe sot për presidentin. Kemi këtë tema e moralit të artikulimit. Deri në fund. Baram, haram, durman, lesh për shesh, Pritet të shima. Ai mund të jetë ignorant i më i madh, po fundi prapë po nuk bëhet shumë. Jam shumë dakord. Po nuk bëhet shumë. Jemi ke politika, nuk jemi. Nuk e kam paraseri opera. Unë e kam për gjithë. Do doja shumë që të ishte politika siç e thua ti, pra si në Skandinavi. E kam për gjithë. Por ne kemi modelin amerikan. Ku edhe presidenti amerikan i thot kolegut vet që rritë ditën diell. Se është i paaftë dhe është. Do të thotë do të kesh nerva politik. Që do të thotë do të kesh duri politik. Që do të thotë do të menosh drejtojeni erthikën tek vetja jote. Atë dhe truktat po të zem. Nuk e bën asnjë atë. Nuk e bën. Jo, e bëjnë. Prima e bëjnë. Po s'është ky halli që kemi sot. E bëjnë. E kam bollë kolektimi. Halli sot që kemi është ka shkelur apo jo presidenti i Republikës Kushtetutën. Do flasim për këtë. Apo do flasim çka ka thënë Sali Berisha. Mos kaloj gjithë shkallë, nuk po them Sali Berisha, po flas tërsi, nuk po them Sali Berisha. Ore po them sot na ka ftuar për presidentin që ka shkel Kushtetutën ose jo. Për këtë do themi ndonjë gjë? Donte një urim për doktorin. Unë po të them, unë kam thënë para urimit inshallah i boti 100, sepse po sroti doktori, larg qoftë Zot, me rëndor flamurit, pastaj iku për lesh shpozita. 120 ka thënë doktor. Okej. 120 ka thënë. 120 shkoj, më mirë. Ai 100 herë se sa bie dorë flamurit, më turp pse. Inshallah Zot rroj. Pak në uroj të dyve nga. Pa se meriton se bën hije kot TikTok. Okej. Ai bën hije kot TikTok. Ai doktorit pa nga 100. Qartë, si blushi të kthehemi tek Zoti Sula sapo rrëzuat atë që ju thatë, etikën tani. Ju bëni ai urim bëri edhe për Zotin Berisha dhe për Zotin Opozita. Po nuk është etikë, qëndrojmë ke etika. Qartë, përqendruar te etika zoti Blushi, tani ju e njihni presidencën nga brenda, le të themi, dhe e dini se cila është shkelje dhe cila është jo shkelje. Në 7 pika, mund na thoni se cila për ju, domethënë mendoni që është një shkelje e cila duhet marrë në konsideratë dhe për ta çuar përpara procesit të shkarkimit. Dhe ku ndryshon ky proces nga ai procesi i dikurshëm që u nis për shkarkimin e Ilir Metës? Po era mos e quaj fare atë maskaradën ajo ishte. Po e nis nga pyetja e fundit. Kemi 2 momente kur kërkohet shkarkimi i presidentit, pra rastit të zotit Meta kur presidenti pretendoj se duhet shkarkuar pse kishte mbrojtur Kushtetutën. Pra Ilir Meta do shkarkohej si president me argumentin që ka mbrojtur Kushtetutën. Bajram Begaj po kërkohet të shkarkohet si president sepse ka shkelur Kushtetutën sipas opozitës në të paktën 7 pika. Pra ka dekretuar zgjedhjet në vlerësimin e opozitës në mënyrë antikushtetuese, ka ndërprerë në mënyrë antikushtetuese mandatin e gjyqtarit